Mirdita, narkoshteti po shkërmoqet, po degradon. Pollet e fundit të bërë nga Partia Socialiste ka një rënje katastrofale. Partia e Krimit është rrokullisur në shifrat e saj 29%. Edhe këto, po t'i heqish koeficientin e frikës, zbret edhe më poshtë. Ky nuk është një poll i bërë nga opozita, po ky është poll i brendshëm i vetë Partisë së Krimit. Edi Rama vetë qëndron ndën partinë, se atyre u thot u tërhequn. Kjo ka ngjall një alarm të jashtëzakonshëm. Lubi Balluku de facto është qeverisësja e PS-s, drejtuesja e saj. Ja u kam thënë dhe njëherë, po të lexoni veprën e pavdekshme të Hemingwayt, aty ndër personazhet janë edhe Pablo dhe Pilari. Pablo është ish komandanti, që ka degraduar plotësisht, dhe urdhrat dhe vendimet i mirë të vetëm Pilari. De facto e njëjta situatë në qeverinë shqiptare. Në një mbledhje të ngushtë, Belin Lubia i thot Rams përsëri se në çdo ndjekje time penale, në çdo dosje të ndjekjes time penale, 60% është e jotja. Kjo është e vërteta. Do me thënë, po shkova do të marrë me vete, e pa mëshirë. Ka blokuar heqjen e ministrave që emroj. Të cilët janë përgjegjës në sëri dosjesh të Lubis. Se i kishte jo shefa kabineti, jo drejtora, jo këteja dhe këtë me radhë. Po. Pra, ndryshimet nuk u banë. Gojët e liga, që s'duhet t'i përmendim, duhem të thonë se me Oltën Bistrin regjistrime janë bërë edhe lindës së Surrelit. Tani, këte mos e merrni për të qenë. Unë them se çfarë thuhet. Por ka të dhëna jo aty ku ka zë, s'është pa gjë, thot populli. Këte e mani mend. Ku ka zë, s'është pa gjë. Është thirrë për emergjencë Alex Soros. Po, se çfarë mund t'i bëjë një kufome të pakallur, le ta shohim. Le ta shohim. Shqiptarët
në mënyrë përfundimtare i kanë dhënë verdiktin Edi Ramës. Vjeshta do t'jetë vjeshte e temperaturave më të larta politike. Opozita do t'jetë të tëra në misionin e saj, largimin sa më shpejt të Edi Ramës, qeverin kujdestare për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Faleminderit. Por nga kjo e fundit që thatë për një vjesht me temperaturat larta politike, do të rikthehet opozita me protestat e saj, apo si do t'jetë aksionin në teren? Faleminderit. Opozita do përdor të gjitha mjetet kundër kësaj qeverie dhe si që shifni, rrokullisjen e saj nuk ka forcë në botë që ta ndalme. Në fakt, në një seri qytetesh, opozita është në protest, po këto janë sporadik, janë të organizuara, por nuk janë masive si sa duhet t'jenë, por do bë. Kështu që me Edi Ramën çdo ditë, çdo javë që kalon, Shqipëria shkon thellë e më thellë në krizën e saj. Ndaj dhe thash, pollët tani ai e ka të vetin polli, nuk e ka nga unë. Jo, e din vetaj. Përpara i bënte pollët Alistair Campbell me i gjante ato ekipe, se vetë nuk merret Alistair, nuk merret me pollë, po gjante ekipet. Tani duket e ka pa që nuk ja vlen më marrë me të, dhe tha që është i përfunduar. Ai nuk ka më shpresë. Rama nuk ka më shpresë. Një grinavec i droguar që merret dhe shahet dhe ziret gjithë ditën me protestuesit për komentet e tyre të drejta, etiketat që i vënë. Trollsa, Sora, Korba, përfituron vetën kufon politike që këto i çukisin si Korba dhe Sora trupin e tij. E kuptoni ku ka degraduar? Se heq atë frazë. Vini re, Trollsa, Sora, Korba. Se ato ushqehen, dihet që Korba dhe Sorat ushqehen në kufoma. Unë them politike, jo fizike, po në klasë politike, po edhe protestuesit politike kanë, nuk e kanë fizike. E në paqësor. Po. Duke u ndalur tek trollat, ka pasur pak minuta më parë një reagim të kryeministrit Edi Rama pas qëndrimeve të tij se Serbia e humbi Kosovën, sipas tij ka pasur një val komentesh nacionaliste nga Prishtina dhe Beogradi, duke theksuar se këto janë dëshmi që kryeministri dhe diplomacia shqiptare po e bën mirë punën e saj. A keni një koment? Qeveria është një qeveri anti-shqiptare në kuptimin e asaj që kur Snežana Pajnović shpalli gabim, mos dëbimin, mos kompletimin e operacionit Patkoj dhe dëbimin e gjithë shqiptarëve nga Kosova, Edi Rama e njëroi dhe heshti si fije e barit.
Përkundrazi, ati akti, një deklarat genocidale. Edi Rama ju përgjigj me një koncesion, me një lëshim të cilën e ka bërë vetëm Enver Hoxha në vitin 1945, hapje konsulate serbe në Shkodër, pse aty janë një komunitet i respektuar prej 100, 200 serb apo malazez, sepse ata si të ndjehen, le ta thonë, kanë të drejtën e tyre, të lirë. Pra, këto që bën tani, sigurisht që deklaratat e fundit të Vučić janë deklarata destabilizuese, por ato u dënuan edhe nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara. Se të kërstosh, se do përdorësh etjen si armë, do thotë se racizmi yt dhe barbaria jote shkon në nivele mitologjike. Duke harruar se jetohet një realitet ku ka ligje ndërkombëtare, të cilat diktojnë qëndrimin ndaj ujrave, liqeve, lumejve. Ujrat dhe lumejt në teritorin e Kosovës nuk mund t'i prek askush. Liqejt në Kosovë janë ndërtuar nga ish Jugoslavia e Titos dhe janë brenda teritorit administrativ të Kosovës. Po tjetë puna për të përdorë armë të tilla, atëherë, ai që imagjinon këto, është i qartë kundër paqes në rajon. Ndaj dhe reagimi i djeshëm si i Bashkimit Evropian, ashtu dhe i Departamentit të Shtetit. Nuk ka me asgjë nuk mund të lajë Edi Rama shërbimet antishqiptare që i ka bërë Beogradit. Jo me etje dhe shtërrim ujë, por duke u shkatruar vendet e punës, duke u vrarë shpresën dhe votën e lirë. Edi Rama ka kryer një genocid të butë 2 herë më të madh se genocidi i kryer nga platforma e Trubilovićit në Kosovë. Tani, a mundet Edi Rama të purifikohet, të themi, nga aktet e panumër të tradhtisë kombëtare? Jo, me asgjë. Ai ka kryer aktet më të larta të tradhtisë kombëtare. Ndaj shqiptarëve në Shqipëri, ndaj shqiptarëve në Kosovë, ndaj kombit shqiptar. Që kryeministri Edi Rama të mbledh në një takim kryebashkiakët për të diskutuar edhe për hartën e re territoriale, ndërkohë pyetja ime është a do ketë edhe një mbledhje nga ana juaj e kryebashkiakëve djathtë apo edhe këshilltarëve djathtë për të diskutuar mënyrat dhe format se si do e kundërshtoni këtë hartë
propozuar nga Partia Socialiste dhe Partia Demokratike ishte e para që hodhi idenë e referendumit. Apo ndërmerrni ju hapat e duhur për t'u drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të rreqjen e formularëve tip në mënyrë që të mblidhni firmat e nevojshme për zhvillim të referendumit lokal apo kombëtar siç e keni parashtruar? Ka një zhvillim shumë pozitiv në këtë aspekt, qëndrimi i qartë, publik, i Kongresit të autoriteteve rajonale lokale lidhur me ndryshimet e hartës së njësive territoriale në Shqipëri, përcaktohet se karta e këtij Kongresi e firmosur nga Shqipëria detyron referendumet, detyron konsultimet. Dhe kjo është përgjigja që ka marrë zonja Tabaku si kryetare e Komisionit për Reformat nga ky Kongres. Natyrisht, Edi Rama nuk pyet për asgjë. Ai njeh vetëm interesin e karrigës së tij dhe të pushtetit tij të pakufishëm, i cili po shkon drejt një fundi të turpshëm dhe plotësisht të merituar për te. Ne do ndërmarrim të gjitha hapat që ekzistojnë për hartën më të mirë të mundshme të ndarjes së njësive territoriale, harta jonë për diskutim paraqet 100 njësi, por ajo është e hapur që nga diskutimet me komunitetet, aty ku ekzistojnë kushtet më minimale, të krijohen dhe njësi të tjera. Ky është qëllimi ynë. Decentralizimi është një parim themelor i një shteti që pretendon të jetë demokratik. Edi Rama ka bërë hiperpërqendrimin dhe hipercentralizimin e pushtetit në Shqipëri. Në disa aspekte ju nuk e njihni, por absolutisht më shumë se diktatori Enver Hoxha. Më shumë se diktatori Enver Hoxha. Në diktaturë ishin komitetet ekzekutive, por të rrethit, por kishte edhe lokalitete, të cilat ishin si komunat, me këshilla dhe me kompetenca, në të cilën qytetarët mirnin lejet, mirnin vërtetimet, kishin gjendjen civile, pra kishin shërbime, një sëri shërbimesh, dhe ajo ishte diktatura më moniste. Ishte më keq se Korea e Veriut sot, po këtë e kishte. Ky jo që i fshiu. Ky është vetëm vetë. Ndaj dhe çdo ditë që dhon pushtet është një ditë e humbur, e dhimbshme për shqiptarët. Ne do të marrim të gjitha veprimet e duhura. Zoti Berisha, ju e nisët këtë konferencë duke përmendur një poll të vetë Partisë Socialiste, në të cilën evidentohej sipas jush rënien e Partisë Socialiste. A kishte ky poll të dhëna se në çfarë pozitash ndodhet Partia Demokratike dhe partitë të tjera të reja apo lëvizjet e reja? Po a mund të besosh socialistëve ti në poll për kundërshtarët? S'mund të besosh atyre. Ata i zhdukin këto. Unë as ju interesova. Unë mora vesh këto dy lajme, të sigurta i keni, që polli i ka rënë
krahasim me zgjedhjet me 20 e sa pikë, vetë, se vetë mburë atyre, thotë, ju, mbaj unë ju, thotë, vetë del ndën socialistët. Pra, ai është faktor i rrokullisjes madhe. A ka sondazhe keni? Jo, nuk bëjmë. Nuk bëjmë sondazhe ne. Dhe një pyetje tjetër, ditën e djeshme kryeministri Edi Rama publikoi një indeks në cilin e rendiste Shqipërinë të parën në botë sa i përket mbrojtjes kibernetike. Sa i besueshëm sipas jush nga të dhënat e juaja është ky indeks dhe qëndron problemi sipas jush te sistemet apo tek njerëzit? Tani në vitet 70 apo po fundi viteve 70 ka qenë një antar i Komitetit Qendror që ishte si eminenca gri. Në fakt i ndjeri Kadare, thoshte se ai ishte shefi i KGB-s për agentët e saj përfshi këtu dhe Ramizalin. Pra ishte edhe shefi i Ramizalis. Ky quhej Sofo Lazari. Në Shqipëri, absolutisht, mbi 70% e popullatës ishte në uri kronike. Çfarë do thot uri kronike? Do të thot që njerëzit nuk marrin dot minimumin e lëndëve ushqyese për të ripërtri qelizat, por marrin nga qelizat e tyre ato lëndë që duhet për funksionet më bazë, për prodhimin e enzimave etj. Me radhë. Pra, mbi 70% nuk siguronin atë që quhet minimum proteinik, po të kthehem në atë profesionin tim dikurshëm. Dhe ky, si ta qetësoj këtë punë, e çon, thot se Sofo ishte, e çon në Meksik. Dhe atje, Meksika i jep atij çmimin e parë të ushqimit në botë për Shqipërinë. E kuptoni ju? Tani, ky merr çmimin e parë në një kohë kur Ermal Beqiri të dhënat e të gjithë, ishte edhe haker kryesor, të gjitha dhënat i kishte në dorë dhe ky u thotë shqiptarëve një lloj si Sofo. Ata të shkretit absolutisht pjesa dërmuese, jug lindore dhe veri lindore nuk kishin asnjë ushqim tjetër për bukës së misrit dhe 1 kile sheqer dhe kriper. Gjë pa imagjinueshme, domethënë. Dhe ky thoshte merr çmimin Shqipëria vendin e parë për ushqim çmimit në botë. Edhe ky është si çmimi i Sofos. Po mos harroni se ky e ka edhe daj Sofon. Po harrova biletet. E ka një lloj kushëriri është një lloj kushëriri kolegëve, kështu i kanë genet për sjera. Është i ati xhinsi aty afër. Se e di kush është ky? Po, është i ati xhinsi.